Përshëndetje, jemi në Shkodër me kryetarin e Unionit të Studentor, Mariglen Spahiu. Përshëndetje. Përshëndetje. Si është krijuar Unioni juaj? Atëherë, për sa i përket historikut të Unionit, Unioni vijon me krijimin e tij më 1991 dhe krijuesi i tij ka qenë Azem Hajdari. Për sa i përket ecurisë Unionit, ai ka ardhur duke u zbehur, të jemi realist, dhe për sa i përkon duke bërë një rianalizë me vitin 2012, aktualisht 2013 ai ka pasur një zbehje. Struktura studentore ka një zbehje. Atëherë, më 2 nëntor të vitit 2012, Unioni i pavarur studentor me anë të votave merret nga unë personalisht nga votat e studentëve. Dhe pastaj filloi ecurinë time. Së pari duke ngritur strukturën, por për sa i përket votimit, kam bërë domethënë lobimin në çdo klasë, duke marrë problemet dhe duke parë ecurinë se si ka funksionuar universiteti deri tani. Cilat janë problemet kryesore që kanë studentët në Shkodër? Atëherë, problematikat janë të shumta. Universiteti nuk është se është duke funksionuar në nivele maksimale dhe janë reformat memushiste, ato të cilat po e dëmtojnë arsimin shqiptar dhe konkretisht atë shkodran. Përsa i përket problemeve të universitetit, po listojmë disa nga to. Një ndër problemet kryesore është konvikti, është strehimi i vajzave më konkretisht, sepse djemt janë duke jetuar me shtëpi me qira, por duke ju referu këtij problemi, djemt ka një kosto të lartë, gjë e cila nuk i përballon dot kushtet e studimit, sepse ka familje me nivele ndryshme ekonomike dhe për disa ose për pjesën më të madhe nuk janë përballueshme. Çka çon një sakrificë të madhe për familjen për me i mbajtur të fëmijë në shkollë. Përsa u përket vajzave, ato jetojnë në konvikte, edhe atje kushtet nuk është se janë në nivele të mira, janë në nivele minimale jetese, është futja e jashtëshkollorëve, e cila pengon ose interferon në daljen e tyre të shpeshtë për të kryer nevojat e tyre. Gjithashtu është dhe sistemi i ngrohjes, i cili nuk po jepet në mënyrën e duhur apo nuk po funksionon maksimalisht, vetëm në orë të caktuara. Gjithashtu një problem tjetër që mund të evidentohet në për fakultete është dhe futja e pedagogëve të jashtëm, të cilat nuk po kryen maksimalisht kërkimet e tyre apo nuk po kërkojnë nga studentët që të përfshihen maksimalisht, duke bërë kështu që shumica e studentëve mos të jenë pjesë e kësaj kryerje akademike. Do me thënë që shumë studenta neglizhohen, duke mos kërkuar që këto studenta të angazhohen në studimet e tyra, atëherë pjesa e këtyre studentëve neglizhohet duke çuar në shumë sjellje jashtëshkollore. Por një problem tjetër evident është se fillimisht në struktura studentore jemi fyer, duke mos pasur një zyrë tonën, çka tregon një jo seriozitet tonin, një neglizhim tonin dhe një ndikim të drejtë për drejtë por me zbej strukturat tona, sepse qëllimi i tyre është mos kenë një lëvizje studentore të fuqishme. Implementimi i kartës së Bolonjës në sistemin arsimor, vlerësohet pozitivisht apo negativisht nga ju? Atëherë, për sa i përket sistemit Bolonjës, deri diku mund të themi pozitivisht, sepse një pjesë e madhe e studentëve janë ambientuar me këtë sistem dhe është një ndikim disi pozitiv, sepse është 3+D, ky +D i jep një mundësi me dal një elit pak më e mirë, duke marrë parasysh DND-n e parë dhe DND-n e dytë. Por vlen të përmendet fakti sepse futja e moduleve disi prish balancat e ecurisë studentëve, sepse shumë student janë djegur nga këto module, duke çuar në humbjen e shkollës, konkretisht këtu afër ke 220 studentë. Por në përgjithësi e vlerësoj pozitivisht. Studentët janë kategoria më e preferuar për politikën, për klasën politike. Ju keni marrë oferta nga klasat ndryshme politike në Shqipëri për të përfshirë në aktivitetet e tyre? Qoftë këto dhe brenda orarit mësimit apo brenda sezonit provimeve? Atëherë, të jem realist, ofertat kanë qenë të shumta, por ideja ime me pas një strukturë studentore të pavarur nga vetëmërtimi, kam ndenjur larg këtyre ngjirimeve politike, sepse qëllimi jon është me kontribu për universitetin, me sjell një jetë më të mirë studentore dhe me u qëndru afër studentave për problemeve të tyre dhe mos me i ndinjuar në politikën e cila për mendimin tim është shumë dashakeqe dhe po pengon të rinj shqiptar që të kenë një zë ndryshe, të kenë ide ndryshe dhe të promovohen në karrierën e tyre në mënyrë të drejtë. Ku keni kërku ju për zgjidhjen e problemeve që hasin studentët në Shkodër dhe që janë bë pjesë e unionit tuaj? Atëherë,
nuk është se du me fy me tendencë ato kryetarë që kanë qenë para meje, por kanë qenë të fokusuar në faktorin politik, dhe duke qenë të fokusuar në këtë faktor, atëherë dhe rebelimi i tyre nuk ka kurse si t'i bien ndesh politikët. Atëherë kontributi im ka filluar që më datën 2 nëntor, ku merr fuqi vlerat demokratike dhe liria e mendimit nëpërmjet votës dhe angazhimi im personal dhe strukturor pro studentit. Ka qenë aktiviteti i parë shtyrja e bursave, gjë e cila studentët ishin të paprgatitur për me plotësu kartat e tyre për me marrë atë bursë, dhe kontributi im ka qenë duke shty afatin e bursave, duke u lënë për dorëzimin e dokumentave për bursë. Për dorëzimin për dokumenta, më konkretisht, duke u dhënë mundësi që ato studentat paktën që kanë probleme më shumë që të kenë mundësi të dorëzojnë këto dokumente. Njëkohësisht kontributi i dytë ka qenë bashkëpunimi me Open Data, i cili u lejon mundësi studentëve, spaku maturantëve që të kenë informacion rreth diplomave, mënyrën se si të punojnë dhe të angazhojnë për me bë një punim sa më të mirë. Veçuria jonë nuk ndalet këtu, por tani me rrjedhat e duhura, duke bërë arritjen më kulmore, njohjen e moduleve si pikë krediti, që ka shpëtojnë nga stazhi 230 veta. Dhe kjo ishte kontributi për sa i përket më i madhi i Unionit Pavarur Studentor dhe është arritur disi me anë të protestës. Cilat janë objektivat tuaja për të ardhmen? Atëherë, duke marrë parasysh sepse kontributi jonë nuk ka qenë vetëm në aspektin akademik, ka qenë edhe në atë social, objektivat tona, më konkretisht janë që të rrisim gjithë përfshirjen e studentëve dhe t'u japim meritokracinë e duhur studentëve që e meritojnë. Gjithashtu të dënojmë ashpër sistemin korruptiv që është duke u zhvilluar në universitetet bashkëshqiptare dhe në atë të Universitetit Luiz Gurakuqi. Jemi në kuadër të një aktiviteti, një bashkëpunim mes studentave të ekonomikut, kryeministrisë dhe bashkisë, është një konferencë që do të mahet me temë turizmi i qëndrueshëm. Është një aktivitet akademik që promovon vlerat e një turizmi të qëndrueshëm, kontributet që jep shoqëria shqiptare dhe instancat përgjegjëse për to, duke sensibilizuar studentat dhe shoqërinë në përgjithësi për mirëmbajtjen e turizmit. Faleminderit, ju urojmë shumë sukses. Edhe unë gjithashtu, faleminderit.